sot jetojmë në kohën e revolucionit informacionit. Një bum i madh informacioni. Gjatë gjithë kohës ta e pyesnin, po duke menduar se ky është dietari i madh. Por gjithë ky lexues Kur'anin. Tha derisa u detyruam të aman do të thuj njerëzve që unë vetë thjesht lexoj Kur'anin. Subhanallahu. Unë s'kam lidhje me fikun. Lexoj një numër të madh hadithesh brenda ditës, që pastaj njerëzit e shohin nëpër rrjet ose kapim diku një hadith një jetë. Po ka që jetë kuranor, po si ka mundësi më nuk na lëm dot ke një. Pse agjëra? Ai thonë që ti jemi të devotshëm. Po si bësh i devotshëm? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, miq të vini dhe në këtë takim të Minber Podcast që e kemi quajtur ne. Konceptet bazë që kemi trajtuar bashkë në këtë muaj të begat Ramazanit ka qenë feja në shoqëri. Por një ndër aspektet të cilat ka nevojë të kuptojmë feja në shoqëri është dhe proceset e edukimit që ka vetë feja. Dhe Ramazani si një muaj i veçantë që ka lidhje dhe me Kur'anin, edhe me adhurimet dhe me një formë disipline po e quajmë ne, ndërhyn drejt për drejt ose tërthorazi në proceset e edukimit njeriut. Ne sot me të vërtetën kur flasim për edukimin, mendojmë që ka të bëjë thjesht me një sasi informacioni që zotroi njeri, ose diplomat ose po themi një lloj certifikate. Po më duket se edukimi është gjë tjetër dhe ne do mundohemi ta lëjmë sot. Edukimi real për çfarë flasim ne. Kujt i themin e të jetë njeri edukuar edhe çfarë procesesh ka nevojë edukimi e me radhë, do mundohemi që sot në këtë muaj të begat Ramazanit të kemi një mysafir të qendrës Minber dhe tonin patjetër, Hoxh Mustafa Tërniqen, të cilët i them mirë se vjen dhe shumë faleminderit. Mirë se u gjetët. Faleminderit juve gjithashtu. Ne bashkë me Baharin, Hoxh Mustafa gjithmonë mundohemi të sjellim një bisedë që të arrijmë të marrim më të mirën e mundshme rreth këtyre temave që diskutojmë. E thash pak në hyrje. Kur flasim ne për proceset e edukimit sot, kam përshtypjen që direkt shkon mendja ke arsimi, ke certifikat, ke një diplom, ose një njerëz që ka i bagazh dijesh me radhë. Le të zbresim pak në një koncept pak më të gjerë të edukimit. Pra kur flasim për edukim, kujt i themi ne si fetar një herë? Kë quajmë në edukim? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Çështja e edukimit realisht është sfidë më vete në botën e sotme, në realitetin e sotëm. Për të vetmin arsye se çështja e edukimit ndryshe e percepton njëri, ndryshe koncepton një tjetër, ndryshe e njeh, domethënë pra edhe grupet e interesit në shoqërinë ku jetojmë. Madje në gjithë botën sot përkufizimet janë të ndryshme. Po për ne muslimanët ka diçka të rëndësishme. Përkufizimi i edukimit, koncepti i edukimit, domethënia e edukimit vjen prej Zotit. Prandaj kemi atë hadithin e njohur që e transmeton Muslimi faktikisht ku profeti alayhis salam thot imani, besimi ynë ndahet në 70 sa deg. Më e larta është fjala la ilaha illallah, pra njëshmëria e krijuesit. Dhe më e ulta heqja pengesës nga rruga. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që besimi ynë, fillim dhe mbarim lidhet me sinqeritetin. Sinqeritet me Zotin që të krijoi, sinqeritet me krijesat e Zotit. Pra nuk është edukimi aq i ngushtë ose aq pak i rëndësishëm mund ta quajmë. Jemi në një autobus, do t'i lirojmë vendin atij që është më i mëshuar. Ose një grua gjithashtu e mëshuar apo një grua shtatzën do t'i lirojmë vendin sepse meriton, apo do t'jemi të buzëqeshur me njëri tjetrin, do të respektojmë njëri tjetrin në formë reciproke gjithmonë, edhe mbaroj domethënë edukata dhe mbaroj edukimi, mbaroj procesi i mirësjelljes. Jo, mirësjellja në Islam fillon me burimin nga sinqeriteti. Pra, sinqeriteti është mbi të gjitha, fillimisht me Zotin që të krijoi. Pastaj me krijesat e Zotit, sepse Zoti na bëri qenie sociale dhe shoqërore. Ne mund të jetojmë dhe si individ ose me frymën e individit brenda shtëpisë, kemi ato marrëdhënie dhe raportet e punës me njerëzit e tjerë, shkojmë punojmë, kemi disa të ardhura mujore dhe e mbyllëm me kaq. Jo. Nëse mund të bëjmë një parantezë për shembull, e keni vënë re që po ti pyesësh sot shumicën e njerëzve, dhe mos muslimanët, pse je krijuar? Ai thot, un jam krijuar që të adhuroj Zotin. Më fal, po Zotin e adhurojmë edhe brenda shtëpisë. Zotin e adhurojmë edhe në te vendi punës ku punojmë. Por dimensioni i krijimit, urtësitë e krijimit ka një dimension shumë më të madh, cili është inni ja'ilun fil ardi khalife. Unë do të krijoj dhe do të vendos në tokë një mëkëmbës. E çfarë dallimi ka mëkëmbësi thjesht me adhurusin? Adhurusi
është frymë individuale mes tij dhe Zotit, kurse mëkëmësi është ai i cili e zhvillon jetën. Mëkëmësi është ai i cili e drejton jetën, e administron në formën më të mirë, e menaxhon në formën më të urtë. Mëkëmësi është ai i cili merr përsipër emanetin hyjnor të Zotit, dhe nga kjo vjen dhe edukimi. Nga kjo vjen dhe mirësjellja, nga kjo vjen edukata e vërtet. Pra nuk është diçka reciproke, më bëre mirë do të bëj mirë, më qesh edhe unë do të buzëqesh, më dhe diçka dhe unë nesër do të ndihmoj, nuk është kjo edukata islame. Edukata islame është unë kur të heq pengesën nga rruga, e kam hequr, pa marrë parasysh se kush do kaloj, ai që më ka përfolur, apo ai personi i cili do më thonë mban krahun tim, apo më ndon, apo kam interes me të. Do ta heq pengesën nga rruga kushdo që të kaloj. Se qëllimi jot është diçka tjetër, nuk ka lidhje me qenurit më këmbës i Zotit në tokë është pikërisht domethënë ti je dobibrurës. Hoxh Mustafa, ka një gjë. Ne me edukim përgjithësi kur flasim në këtë epokë ku jemi, do të sjell pak këtë që kemi të bëjmë ose është krijuar një konsciencë, kemi të bëjmë një njerëz që ka një shkollim. Mirë po, ka një formim akademik, po e quajmë ne kështu, edhe themi robi shkolluar, sigurisht e marrim mirë qenë që është edukuar. Mirë po, me çka më vën re unë që divorci i edukatës nga dia ka kohë që ka ndodhur. Pra, për shembull, paktën aq sa kam kuptuar unë nga feja që Islami nuk e ndan dot moralin nga dia. Nuk e ndan dot edukatën nga veprimi, estetikën, as etikën, as kulturën, nuk gjejmë në formë qasje të profetit ton apo të asaj që thotë Zoti në Kur'an, të bëj një shputje kaq të ftohtë, domethënë që un jam një super inxhinier ose mjek, por edukatën e kam super të shputur sepse nuk është as lëndë studimi, në fakt, me sa kam vënë re, nuk gjena për universitet, thotë, as e lloj lëndë që ka të bëj, as i flet për sinqeritetin, as i flet për ndërgjegjjen për shembull. Pa dash që un ta përfshim edhe bisedën sa më gjerë. Pra që ne jemi shkëput nga jo, pra e parimi i pari tek neve kush është fetekullahe, jo alimkumullah. Pra ne nuk e kemi të mësuarit sipas viteve shkollore. Okej, kjo është një mënyrë me cilën një proces mekanik po e quajmë. Ama burimi kryesor që çon njeriu në dije dhe në perceptimin e saktë të dijes është takvaja në nshtrimin ndaj Zotit. Edhe tjetra një dituri, pra që nuk konvertohet në punë, pra ato që nuk realizohet të qenurit me këmbës i Zotit në tokë, pra është më shumë është ngarkesë me përgjegjësi përpara Zotit, sa marrje. Pra kjo është ajo që ka bëu për shembull unë ta sjell pak më konkretisht, po të referohemi gjithë gjyshërve tonë. Pra gjyshërët tonë nuk kanë pas diploma. Unë maj mend gjyshin tim Rahmet pas, 4 klasë shkollë ka pas, fillore në kohës zogut. Mi po unë maj mend gjyshin që 60 burra rrishin sus përpara tij kur bënte mohabet. Edhe askush jo se i kishin frikë, po fjala që thoshte kishte peshë. Ai s'kishte diplomë shkollore. Ai nuk kishte diplomë, por ishte i mësuar. Pikërisht për se këtë nuk kishte diplomë, por ishte i formuar. Kjo desha dal për se ne lidhim sasinë informacioni. Ka qenë në nshtrimi për kurësia ndaj Zotit. Përvoja e jetës, sfidat me të cilat janë përballur, trashëgimia kulturore, për shembull te shqiptarët trashëgimia kulturore nuk është kusht të jetë një trashëgimi diplome, se kanë qenë kohë të tjera, por ka qenë një trashëgimi e të mësuarit të realitetit, përballje me sfidat, si do t'i ndajmë çështjet administrative me njëri tjetrin, dhe në fund fare këto sjellin eksperiencë, sjellin përvojë që përfundimi është të jesh i mësuar, të jesh i provuar, të jesh i formuar e kështu me radhë. Pastaj kur dolën në universitetet, të paktën për Shqipërinë, u hapën universitetet dhe u shkolluan, u arsimuan, çështja që përmendet pak më parë është shumë e rëndësishme, pjesa e ndarjes, domethënë sot shikojmë një ndarje drastike faktikisht mes edukatës dhe dijes. Realisht, duke qenë se Zoti është ai i cili përcaktoi principet kryesore, konceptet kryesore dhe perceptimet më të rëndësishme të edukatës, atëherë pyetja është, çfarë përcaktoi Zoti për ne? Cilat janë porositë hyjnore të Zotit, cilat janë pikat më kryesore, cilat janë domosdoshmëritë, cilat janë gjërat e nevojshme, cilat janë gjërat e dobishme, cilat janë gjërat e padobishme dhe në fund fare cilat janë gjërat e dëmshme. Nda në kategori të gjitha punët dhe të gjitha veprimtaritë. Atëherë nëse ne duhet njihemi se çfarë kërkon Zoti prej nesh, i bie që duhet mësojmë atë që Zoti kërkon prej nesh. I bie pra ne do shkojmë dhe do të mësojmë. Ne do formohemi me frymën më të mirë akademike dhe shkencore nëse është e mundur, ose të paktën kemi një qasje të tillë dhe jemi afruar më shumë tek Zoti me porositë që ai kërkon prej nesh. Edhe përgjegjësia të jesh më këmbës i Zotit në tokë nuk është përgjegjësi thjesht që unë do jetoj një jetën e kësaj bote, ka thënë Zoti kështu, marrim një ajet dhe mendojmë se ky ajet është i gjithë feja. Jo.
Nëse vetëm aspekti, për shembull, mund të themi Mekanik po themi më aspekti teknik i gjës. Merre ajetën edhe kaq. unë kur kam pas përpiluar më përpara atë librin Etika dhe Normat Islame, e kam zhveshur librin nga të gjitha normat e adhurimeve. Kam përmendur aty vetëm normat etike dhe normat, domethënë, e të jetuarit në shoqëri. Do takohesh me njerëz, do dalësh nga shtëpia, me të gjitha rrethanat që ty të rrethojnë. Dhe në fund fare më rezultojnë 1000 hadithe profetike vetëm për këtë kategori. Pa adhurimet. Nëse do të futen dhe adhurimet, që është domethënë forma, trajta, të gjitha mënyrat, raportet që do formosh, do krijosh dhe do ruash me Zotin që të krijoi, ato nuk janë më 1000 hadithe, po do të jenë 2000, 2500, ndoshta edhe 3000 hadithe, pra do futet dhe jurisprudencë islame. Kjo është pjesa akademike më e lartë. Domethënë 1000 shkon numri i hadithet sakta si diskutohet. Pra 1000 hadithe që janë vetëm për mënyrën se si njeriu bashkëvepron. Si bashkëvepron, si sillet, si ndërtohen raportet, njeriu me vetveten, njeriu me familjen, njeriu me shtëpinë, njeriu me rrethanet, njeriu me komshin, njeriu me shoqëri. Me të gjitha këto janë 1000 hadithe profetike. Më fal, po kush i din ato 1000 hadithe sot? Minimalisht i lexojmë një herë dhe të marrin paktën konceptet atyre hadithe. Do të mjafton hadithi më afër meje ditën e gjykimit janë ato që janë me moralin më të mirë për jush. Edhe interesant është diçka e lart pa fillu tek pyetja e radhës. Po të shofish se normalisht adhurimet janë ato që burimi më saktë edhe i moralit shëndosh. Pra i madhi Zot, pra agjërimi për takuan, pra namazin ndalon nga veprat e urryera, gjitha me radhë. Po të shohësh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam masi bori emigrimin, pra që u vendos në Medinë, pra u ndërtu shoqëria, u vendosën edhe shtyllat e Islamit. Po këto adhurimet, po të shohësh janë obliguar në periudhën medinase. Ai është më e lehtë në të njëjtën kohë dhe aty kuptohej koncepti i vërtet i besimit në praktikë. Po që mund të themim që edhe janë shtyllat e shoqërisë. Pra nuk janë vetëm shtyllat e Islamit. Interesant. Ose nëse më lejoni të bëjmë një domethënë një sintezë shkurtër aty. Shiko, pse pikërisht Islami është ndërtuar mbi ato 5 shtylla. Dhe ato 5 shtylla që janë përmendur janë thjesht një lidhje mes teje dhe Zotit, mes njeriu dhe Zotit, apo mes njeriu dhe shoqërisë, atë që përmendet. Dëshmia është të shfaqësh atë që ti beson në zemër. Dëshmia dhe përkatësia dhe identiteti islam. Kjo është nga ana parimore, nga ana teorike. Tash nga ana praktike. Do falësh namazin, që është shtylla e fesë. Po ky namaz është dhe rregullatori i ditës. Po, tanhani al-fahsha, është rregullatori i ditës në aspektin e veprimeve dhe në aspektin etik, moral e gjitha. Pastaj është përmendur gjithmonë në Kur'an zakati me namazin dhe nuk është përmendur agjërimi me namazin. Përse? Sepse nga një praktik adhurimi që ne do ta bëjmë, do thënë, të përbashkët, kolektiv. Atëherë në momentin që japim selam, do fillojnë politikat financiare, politikat fiskale. Jepni zakatin, për këtë do japni zakatin. Kjo shoqëri duhet ngrihet, ngrihet mbi gjëra praktike që ne do ndërtojmë bashkë, edhe do të jetojmë bashkë. Pastaj vjen agjërimi. Agjërimi është një herë në vit dhe diçka e brendshme që nuk e din vetëm se Zoti. Kurse në shoqëri ne do shfaqim solidaritetin. Ne do shfaqim bamirësinë, humanizmin dhe njerëzillëkun ton nëpërmjet zakatit. Prandaj është përmendur domethënë me 10 ajete namazi bashkë me zakatin. Në fund fare vjen pasaj haxhi. Haxhi nuk është thjesht një rit, nuk është thjesht një adhurim, është kongres. Ço do të thotë kongres? Po mblidhen pra të paktën një herë në vit, më i madh në botë. Edhe pse unë kam dhe ju dhe të gjithë ne muslimanët apo besimtarët e kemi detyrë një herë në jetë, ama atë mblidhen vit për vit dhe është kongresi i muslimanëve. Çfarë do thotë kongres? Atë mblidhen dietarët, atë mblidhen të urtët, atë mblidhen tregtarët, mblidhen biznesmenët, mblidhen administruesit, mblidhen menaxhuesit, mblidhen pushtetarët, mblidhen të gjithë kategoritë dhe bashkarisht studiojnë gjendjen, studiojnë aktualitetin. Më përpara ashtu ka qenë mblidheshin dietarët, teknologjia e sotme dhe ato arritja njerëzore sot është tjetër, në atë kohë ka qenë shumë e vështirë. Infrastruktura ka qenë pika kontaktit. Jo, një ndër arsyet, po të shohësh në periudhën e lulëzimit, qytetërimit islam, përhapjes në atë kohë me parametrat e kohës është përhapje shumë e shpejtë në krahasim me qytetërimet e tjera. Është se nëse bësh një zbulim në Samarkand, brenda vitit shkon në Kordoba, sepse në Haxh takoheshin dhe vazhdon të shpërndarja e dijes. Në njëjtën kohë nëse bësh në Kordoba është e njëjta gjë me një libër, po me një dije. Nëse bësh në Kordoba brenda vitit ishte në Samarkand,
edhe anasjelltas. Prandaj dhe përkthimi ose më themi perceptimi i haxhit si pelegrinazh, jo se është i gabuar, por është i mangët, nuk është i plot. Nëse themi kongres, atëherë lidhet me shoqëri. Nëse themi kongresi muslimanëve vjetor, atëherë lidhet me realitetin, lidhet me përgjegjësinë hyjnore, lidhet me të qenit më këmbës, lidhet edhe me sfidat e jetës. A nëse është thjesht pelegrinazh, okay, secili shkon atje, kryen ritin, u kthye, faleminderit, elhamdulillah, e bëra një adhurim, por çfarë roli ketin në shoqëri? Dhe të gjitha këto adhurime ne duhet i konvertojmë në realitetin e përditshëm që të jetë pjesë e drejtësisë, pjesë e zhvillimit, aty brenda është edukimi vërtet. Shiko, do kthehem prapë ke kjo, Sheikh Mustafa, se më intereson të bëj një diskutim. Unë thash që ka një divorc dijes me këtë që ne quajmë urtësi ose me edukimin. Por dashje pa dashje dhe neve si fetar mendoj unë ka prek pak. Për shembull, mu më bën habike vetja ime. Kur lexoj numër të madh hadithesh brenda ditës, që postoj njerëzit e shohin nëpër rrjet ose kapim diku një hadith një jetë. Po ka që jetë kuranor, po si ka mundësi më nuk na lëm dot ke një. Pra ka një konsumerizëm të madh të informacionit, po them unë, saqë kemi përfunduar, mendoj unë, krahasojmë thënjet e hoxhallarëve, thënjet e dietarëve, fundit, rrallë herë, po flas për vete, nuk kam punë me atje, po flas për vendi. Rrallë herë më qëllon, për arsye të këtij konsumerizmi të shpejt, që të ulem dhe të mendoj, zotëri, kjo thënie ku e ka vendi mua, çfarë të bën ka unë funditës. Pra, gjetje më të ri, diskutojnë tema fetare, që por zonë dhe ulemat e mëdhej kanë hap me shumë rezerva. Me shumë rezerva i kanë hap. Guxim. Po një kështu lehtësi fare, domethënë, sikur po flet për një gjë shumë të lehtë. Po që ulemat e mëdhej kanë menduar sepse kanë pa peshën e efektit të fjalës që thuhet. Rrallë për shembull vjen Ramazani. Debate që punë konkrete nuk kanë. S'kan punë konkrete, në Ramazan jemi, po s'kan punë konkrete, nuk m'japin efekt. Rrallë kush vjen pyet hoxh, kush janë shkallët e sinqeritet? Mos si arrihet. Kush është ai gjë që pastron shpirtin në Ramazan, më çfarë të bëj? Pra, edhe ne kemi bërë lloj divorci dijes me edukimin, pra që të zbres. Faktikisht po të shikojmë me vëmendje, sot jetojmë në kohën e revolucionit informacionit. Një bum i madh informacioni. Por ky informacion që sot arrihet shumë lehtë, nuk do të thotë që arrihet dituria. Dituria është tjetër, informacioni është tjetër. Si mund ta kuptojmë më mirë? Atëherë, kemi një revolucion informacioni, futesh në internet, e ke shumë të lehtë, kërko diçka. Po det dihesh. Jemi duke notuar në detin e informacionit. Do të thonë po notojmë. Kërko gjithçka dhe del. Kjo nuk do të thotë që ti nëpërmjet këtij informacioni u bëre i urtë, u bëre i ditur, u bëre akademik, u bëre shkencëtar shumë radh. Çfarë na mungon? Na mungon koncepti. Ose më thënë mënyrën se si ti konceptojmë gjërat. Do t'jap një shembull. Informacioni është tjetër dhe përkthimi i këtij informacioni të bollshëm dhe të larmishëm në konceptet bazë është diçka tjetër. Në momentin që do të arrijmë informacionin ta përkthejmë dhe ta konvertojmë në koncepte të shëndosha, të sakta, të qarta, të gatshme për veprim dhe të dobishme, efektive, atëherë kjo është dituria e vërtetë. Nëse do t'i pyesësh muslimanët, përse kur fal namaz ose më dalim tek agjërimi. Për shembull, përpara Ramazanit dhe gjatë Ramazanit tani për shembull. Përpara Ramazanit që agjërohet çdo ditë hënë dhe ditë ente. E pyet një musliman, o vëlla ti përse agjëron ditë hënë dhe ditë ente? Sepse është sunet thotë ai, pra është traditë profetike. Mashallah, Zoti trujt, je duke bërë diçka të mirë, por kjo është informacioni. Unë them, përse profeti e bënte këtë? Atëherë këtë nuk e din ai. Do të kërkoj shumë dhe ndoshta dhe ai gjen, por nuk e din ta përkthej në koncept, sepse dita e hënë dhe dita e ente janë dy ditë që thot profeti alayhis salam, në të cilat punët e njerëzve paraqiten dhe ngriten te Allahu, dhe unë dua që puna ime kur të ngritet te Zoti thot profeti alayhis salam, të ngritet kur unë jam proces adhurimi, pra në agjërim. Ky është koncepti. Ne falim namazin bashk. Dhe mundohemi që të qëndrojmë bashkë me njëri tjetrin, safi të jetë i drejtë, mos ketë shkëputje. Edhe i pyesim muslimanët, ata që frekuentojnë xhamiat më shpesh. O vëlla, po ti pse bashkohesh kaq shumë nganjëherë dhe munohesh dhe më ushty që të zbatosh këtë? Ai thotë sepse është sunet. Në rregull, po pse është ky sunet? Fjala pse ka ardhur ky informacion do dalim tash tek koncepti. Shumë prej tyre thotë, kështu e ka bërë profeti, po tash kështu do. Mbaroi puna. Edhe mbaroi çështja. Jo zotri. Profeti e ka bërë këtë traditë
dhe këtë zakon e ka bërë sepse na ka paralajmëruar në hadithe tjera profetike, të cilat tregojnë se nëse ne shkputemi në saf, atë vend në atë bësh llokun aty do të vijë shejtani. Dhe në momentin që vjen shejtani, atëherë ne nuk jetojmë më me njëri tjetrin. Ne mund të falemi aty, jemi prezent, por nuk falemi dhe pra nuk jetojmë me njëri tjetrin. Shumë bukur, atëherë nuk ka më kuptim që ne shtyhemi me njëri tjetrin. S'është puna e shtrëngimit. Bësh llokun domethënë, të afrohemi sa më shumë njëri dhe nuk japim selam njëri tjetrit. Dhe nëse japim selam, nuk organizohemi me njëri tjetrin. Dhe nëse organizohemi, nuk jemi të sinqertë në organizimin tonë. Dhe nëse shpresojmë dhe pretendojmë sikur gjoja jemi të sinqertë, nuk dim të organizohemi. Pra të gjitha këto janë pjesë që lidhen me diturinë e vërtet, konceptet e shëndosha dhe me edukimin e shëndosh. Nga këtu fillon edukimi. E tham, domethënë në fillim kur filluam, edukimi në Islam fillon me sinqeritet. Buron nga sinqeriteti me Zotin një herë, pastaj më thon me krijesat e Zotit. Për shembull, po ta kemi vënë re të paktën në Ramazan, janë një sër aktivitetesh po i quajmë ne kështu, ose i sër shoqëri ka vënë Zoti, adhurime që i ka vënë Zoti, që domosdoshmërisht nëse s'është edukimi brenda, ose më thënë, mendoj që realizohen por në një formë jo të hiqshme siç takon besimtarit. Po ke për shembull, fillojmë ke dhënia e në përgjithësi jap musliman zakatin. Po nuk pat një edukat dhënie. Dhënia e iftarit, po s'pat një etik dhënie. Falja teravie, po s'pat një kulturë, një etik të kryer kësaj gjëje. Vim ke deri ke ajo sadaka fitri që themi ne, që ka të bëjë ai pjesë që neve si besimtar, domethënë ne kemi kusht që pra nuk më del adhurim. Ai sa unë lexoj. Mund dali një veprim mekanik që nuk përfshihet etika brenda për shembull. S'përfshihet një lloj edukimi, ka nevojë për një lloj edukimi të domosdoshëm. E di pse e them këtë? Nganjëherë për të ruajtur rregull, në kuptimin jo thjesht rregullin, po me demek ai që thotë për të shtrënguar, more e zhveshëm nga edukimi çështjen. Më një herë në Kairo kam qenë. Egjiptianët kanë zakon që kur marrën namaz japin dorë njëri tjetrit. Po, edhe e thonë ta kofshim haxh bashk. E kanë kështu. Po. Pra u takuam, duhet ta kofshim në haxh. Dhe kam qenë në xhumaun aty dhe i thotë një djeleri thotë që shiko xha i thotë zotërisë, thotë am shejh thotë ti zotëri thotë nuk hoqë dorën e herë ky bidat thotë nuk si hoqë ti herë dorë. Po sa fort e mani thotë kët. Si selçu pse ti e di shumë mirë thotë si e burri ditur sa ka bërë profeti, ai i flet pak kështu. Thotë mirë këtë, po këtë të fol me tata e ka botha jo. Po i shoj thotë. I shoj dhe që e kemi ata sa ka bërë në këtë timën sa ka bërë. Që thotë shkum paras në dy. Është ajo që ai që përmendur pak më parë mungon konceptimi i gjërave. Nëse merr një person që mendon ti se nuk është duke bërë një vepër profetike, pra mendon se profeti nuk i ka takuar duart mas namazit, nëse don ta edukosh ose ta ndërgjegjësosh, me atë që ti mendon se është më e mira, nuk është kjo forma. Cila është forma? Po ka një edukat pra forma kjo. Ai momenti që thotë, hajde takohemi në haxh bashk, hajde tani me një veprim, me një fakt të kryer, me diçka konkrete që mos të humbi kohën mas namazit në xhami, por të bëj atë që thotë Zoti në surën Xhumua, dhe kur të mbaroj namazi xumas, shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni rizikun e Zotit. Pra Allahu xhel xhelalu nuk kërkon prej nesh që ne të ngujohemi në xhami. Nuk kërkon prej nesh murgjërin, patëm atë bisedën paraprake bashk. Pra misticizmi është pjesë e fesë, por jo murgjëria. Pra nuk kërkon prej nesh murgjëri, kërkon që ne të dalim, ne të veprojmë, ne të organizohemi. Pra në momentin që ti e ndalon dikë nga diçka që mendon se mund të jetë gabim, po hajde bëj një veprim tani më të mirë. Momenti që ti nuk e bën dot, atëherë do dali edhe nëse dikush i bën një gabim për shembull, ti mund të bësh gabime më të madh. Por çmimi që i bën një personi që ndoshta që gabuar është gabim më i madh. Paragjykimi është gabim më i madh. Mungesa e një qasje edukative, një qasje të një mirësjellje të mirë mbi të gjitha ndoshta dhe sinqeritetit, ky është gabim akoma më i madh. Pavarësisht se ndoshta edhe s'ka bërë gabim, ne po flasim për shembull sikur e zemi ka bërë gabim, sepse në formë spontane unë t'i jap dorën dhe them Zoti ta pranoft dhe mundohemi që Zoti na bashkojë bashkë në xhenet. Kjo është ndoshta një dua që buron nga shpirti. Pra ne s'po flasim për këtë që një herë, 5 herë, 10 herë e bëre zakon se bëre zakon, kjo është çështje pasaj diskutimi. Por ne po flasim për çështjen e mirësjelljes. Nëse ne bëjmë pyetjen e thjeshtë, pse agjërojmë? Unë jam i bindur që përgjigjet në shumicën e rasteve dhe kam bërë një lloj sondazhi për këtë. Me thënë drejtën, me grupe, domethënë seminare, kemi bërë seminare të ndryshme, pse agjëron? Ai thotë që të jemi të devotshëm. Po si bësh i devotshëm? Edhe sjell ajetin kuranor ku thotë, vërtet Allahu e ka bërë detyrë
agjërimin sikur ishte detyrë në popujt e mëparshëm, në mënyrë që ju të arrini devocionin, në mënyrë që ju të jeni të devotshëm. Edhe unë i them, shiko, nuk është ky qëllimi. Nuk është ky qëllimi. Po cili është qëllimi? Sepse folja rënja në arabisht ittaqa yattaqi është të ruheni. E cili është dallimi të ruheni dhe të jeni devotshëm? Devotshmëria është rrjedhoj. Detyra dhe qëllimi i vërtetë është që ne të ruhemi. Pra la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të ruheni. Nga çfarë të ruhemi? Atëherë, të ruhemi nga devijimet. Të ruhemi nga zullumet dhe padrejtësitë. Të ruhemi nga të gjitha ndalesat, të cilat neve Zoti na ndaloi. Të ruhemi nga sedra smur. Të ruhemi nga veset negative. Pra të ruhemi nga smundjet e zemrës. Smira, urrëtia, xhelozia, armirësia, të ruhemi nga gjitha këto. Nëse ne ruhemi nga gjitha këto kategori, atëherë Ke kalu klasën e parë. Ke kalu klasën e parë dhe je drejtu shinat po të shojmë fjalë drejt devocionit, drejt devotshmërisë. Nëse ne qoftë dhe gabimisht qoftë dhe padashje, do ta përkthejmë ajetin, kështu thjesht do ta agjëroni sepse ashtu do të bëni devotshëm, atëherë ne kemi bërë një adhurim mekanik. Çfarë do të thotë mekanik? Në momentin që marrëm Ramazani, erdhi Bajrami, atëherë unë jam i devotshëm, sepse kështu thot Zoti në Kur'an. Jo, Zoti thot në Kur'an që agjëroni në mënyrë që të ruheni. Momentin që unë zbatova këtë ruajtje, nga çfarë më ndaloi Zoti? 1, 2, 3, 5, 10, 15, mundohem ose të largohem nga të gjitha që është shumë e vështirë, sot por të paktën largohem nga shumica e tyre dhe jam afruar tek e mira më shumë. Momentin që jam afruar tek e mira më shumë, kam zbatuar urdhrin e Zotit më shumë dhe jam afruar drejt devotshmërisë më shumë, nëse akoma nuk e bëri devotshëm. Jam afruar tek devocioni më shumë nëse akoma nuk e bër, domethënë nuk e arritur pikën kulminante ose përfundimtare të devocionit. Pra nuk duam një agjërim mekanik, por duam një agjërim shpirtëror. Edhe pse është zgjedhur pikërisht agjërimi nga profeti alayhis salam, qoftë për ditë hëne, qoftë për ditë ente, apo në muajin Shaban që i parakaloi domethënë Ramazanit, pse është zgjedhur pikërisht agjërimi në këto ditë dhe në muajin e Shabanit, në mënyrë që nga agimi e deri në mbrëmje ti jesh brenda një procesi adhurimi që lidhet gjithashtu me brendësinë tënde. Edhe kjo do thotë që sinqeriteti buron nga shpirti, nga zemra dhe nga mendja në fillim. Nëse shëndoshesh aty, do të shëndoshesh në fjalët e tua. Do të jesh më i saktë në fjalët e tua, do të jesh më korrekt në fjalët e tua, do të jesh më i urtë në fjalët e tua, do të jesh më i ditur në fjalët e tua, do të jesh më i edukuar. Atë që përmendet në fjalët e tua dhe po rrjedhoj veprimet do të jenë më shëndosha, do të jenë më të mira dhe në fund fare kemi arritur qëllimin. Ky është qëllimi, domethënë i vërtet. Përndryshe, do të kalojnë 60 Ramazane, ndoshta të 60-ta janë thjesht mekanik, veprime mekanike, sesa të jenë një adhurim i vërtet shpirtëror dhe një Zot e di pastaj se ku kemi gabuar më të vërtet apo jo, kur takohemi me të ditën e gjykimit. Tek koncepti vet kontrollit i që erdhe, shiko, më ka rastisur që herë ka rastisur dhe juve patjetër po, që disa punë që kanë dëm të madh i bën njerëz të mençur, Sheikh Mustafa. Domethënë, disa punë me efekt të fortë në dëm të shoqërive apo njerëzve, nuk ka si janë njerëz që janë zgjuar. Janë shumë të mençur. Po kanë përshtypjen që janë këtu të pa vetë kontrolluar, po të pa edukuar në këtë dimension. Sprova i zgjon njerëzit. Sfidat i zgjon njerëzit. Jo, un kam pa edhe këtë, për shembull, po të shohësh, për shembull po shikoj një çështje korrupsioni, po e studioj pak çka ka ndodhur. Super inteligjent, inteligjencë frikshme, mënyra se si ka kopsit. Mënyra se si nga i herë edhe ne vetë mashtrim egon në një nivel inteligjencë. Se këto që janë marrë me këto... Nëse do të hysh kësaj pasaj lëra që na bën trurë. E di pse hyra ke kjo, hyra pak ke kjo që nuk është se këtu mungon në i kapacitet dije. Më duket që mungon kjo, vetë kontrolli. Aftësia e njeriut për ta mbajtur veten, ky është proces edukimi, kam përshtyp, çështja e sinqeritetit, janë ca mekanizma të brendshëm që se nuk është se ju mungon ditunia, informacioni më saktë. Po, edhe pranimi i standardit të vetë kontrollit nga një autoritet shumë i lartë, pa prej Allahut xhaleshanu. Se sot gjithë sistemet qeverisë e ushqejnë tek njerëzit të vetë kontrolli për mbajtje, por nuk funksionojnë. Po s'del pranë në fund, nuk ka rezultat. Shikoj çfarë ndodh. Armiqtë e njeriu cilat janë? Armiqtë e njeriu janë fillimisht shejtani mallkum. Po është i padukshëm, po ka efektin veprimtarinë tonë në nxitjen që na bën. Siç thot profeti alayhis salam që ai qarkullon brenda nesh me qarkullimin e gjakut. Nëse gjaku shkon në të gjithë, domethënë pjesë të trupit, shkon edhe në tru, shkon edhe në mendje. Pra deri aty nxit shejtani për keq. Po armik tjetër kë ke shejtanët njerëz.
për cilët i thuaj sa dush audhu billahi minash shaitanir rajim. I vërtet i ikën, kurse ky njeriu nuk ikën, e ke aty me vete. Mirë, po në muajin e Ramazanit ndodh diçka e çuditshme dhe shumë e bukur në të njëjtën kohë. Nëse rebelët e shejtanëve janë të prangosur, sikur na lajmëron vetë profeti alayhis salam, ashtu dhe shejtanët njerëz deri diku dha ata domethën zbuten, largohen sepse ne kemi shejtan njerëz edhe brenda llojit. Nuk do të thotë që ti je musliman, dhe i mirë, pa, ne jemi në betejë me vetveten tonë se do arrim devocionin apo jo, do të thotë që ne jemi qenë që gabojmë. Dhe në momentin që këto dy armiqtë e parë, shejtani i vërtet rebelohet, të rebelët e tyre prangosen, edhe shejtanët njerëz zbuten nëse nuk i ikin akoma, janë zbutur, atëherë çfarë ka mbetur? Është armiku i tretë. Armiku i tretë është uni i njeriut. Është egoja e njeriut. Atë që thot Jusufi alayhis salam në surën Jusuf na ka përmendur Zoti fuqiplot inne nefse le emmaratun bisu. Vërtet vetvetja anon nga e keqja, që do të thotë beteja e vërtet e njeriut me vetveten është pikërisht në Ramazan. Sepse është ndihmuar nga Zoti më shumë. Kanë zbritur prej qiellit bekime më shumë, ka zbritur prej Zotit mëshirë më shumë, kanë zbritur melek pikërisht për ne njerëzit që na ndihmojnë më shumë, shejtanët janë domethënë burgosur ta quash, dhe janë prangosur më shumë, atëherë o njeri, çfarë ke ti që akoma nuk po përmirësohesh? S'po flasin në përsosje, po të paktën përmirësim. Atëherë më duket se që kemi vetë të djallëzuar. Pra s'ke kujt ja lësh fajin. Mos e lejmë fajin e tjerëve. Atëherë i bie që betejë për vetë kontroll, njeriu duhet ta kuptojë në formë konceptuale pikërisht në muajin e Ramazanit. Në momentin që edhe në Ramazan nuk gjejmë qetësinë me shpirtin ton, atëherë mos ja vëmë fajin të tjerëve, po ndoshta jemi vetë, domethënë të djallëzuar. Edhe kjo është pjesë e edukimit. Pjesë e edukimit është analiza, pjesë e edukimit është ndërgjegja, pjesë e edukimit është dituria, se nga dituria vijnë gjitha këto pikpamje. Pjesë e edukimit është llogaritja vetvetes, si thot Omeri radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ore, kërkoj llogari vetvetes sot përpara se të kërkoj llogaria në ditën e gjykimit. Pse është në këtë formë? Sepse fjala e Omerit është shumë e mençur. Është pjesë e një mençurie, domethënë është shkolla muhamedane, shkolla profetike e pejgamberit alayhis salam. Nga nxënësit më të mirë ti ka qenë Omeri, mas Ebu Bekri. Pse thot kërkoj llogari vetvetes tënde? Mos e vendos gishtin tek filani, dhe as te shejtani mallkum. E keni vënë re që ne për çdo lloj gabimi, ky shejtani çfarë bëri? Gjithmonë fajin shejtanit. O zotri, kemi ne vetë herë egon ton. Një profesor im më thoshte kemi bën si varse rrobash. Tamam, si varse rrobash. Për çdo gjë të keqe e vejmë aty. Vendos aty dhe e lidh çdo gjë me atë. Përjashtojmë veten. Momenti që ne përjashtojmë vetveten, atëherë i bën që nuk jemi vetë edukuar, nuk jemi vetë ndërgjegjësuar, ose nuk i pranojmë principet bazë të edukimit. Për shembull, po të ndalojmë Sheikh Mustafa ke gjë. Ky Ramazan që jemi ne, ka shumë mundësi që Zoti i Madh të na i ofrojë të gjitha këto lehtësi dhe këto mundësi. Po pyetja ime është kështu, si mund na ndihmojë, si mund ta shfrytëzojmë ne të bëjmë një proces edukimi qoftë edhe personal mbi të gjitha. Pra, si mund ta shfrytëzojmë këtë Ramazan? Ke Kur'anin që lexohet, pëlqejet, lexohet më shumë, lexohet në për teravi. Po janë namazet e përbashkëta, po shpërblimet janë më të mëdha, po agjërueshmëria, pra mund na tregosh një formë normalisht mbas të eksperiencës tënde se si mund të shfrytëzohet ky muaj që të krijojmë një vetdije, një edukim, të ketë një pra njeriu të paktën për shpirtin e vet, po them. Të fitojë edhe vetvete fillimisht që do të dalë dhe pastaj tek tjerët. Muaji i Ramazanit faktikisht është muaj, nuk po them se ndoshta ngjan keq nëse e them ashtu, i çorodit besimtarët më shumë. Në cilin aspekt? I çorodit në aspektin konceptual, çfarë punësh duhet bëj unë? Është muaj madhështor, është muaj i punëve të mira, është muaj domethënë që un kam hapësirën më të mirë për me dhënë sadakane, me ndihmuar me shturi iftare, me bë këtë, me bë atë aktivitete ndryshme. Jo, nuk ka nevojë të çoroditësh fare. Ramazani ka dy veçori: agjërimi dhe Kurani. Nëse ne përmbahemi në këto të dyja, ne jemi vetë edukuar. Nëse do të jemi të qartë akoma më shumë me veten, do të edukojmë edhe të tjerët. Në cilin aspekt? Aspektin e agjërimit, ne e tham shpar që nuk kemi një adhurim mekanik. Është një adhurim shpirtëror, është i brendshëm, por me efekte të jashtme. Nëse bie në ujdi, në paqe ti me zemrën tënde, me shpirtin tënd, do të jesh i paqshëm dhe në shoqërinë ku jeton.
Nëse do të kuptosh vetveten, do të kuptosh edhe të tjerët. Nëse analizon vetveten, do dish të analizosh edhe të tjerët. Nëse ti e kupton që ke shumë gabime, erdhi rasti më i mirë që ti të kthehesh tek Zoti, në mos jo në përsosje, të paktën të përmirësohesh, do të kuptosh edhe të tjerë, atë personin tjetër në shoqërinë ku jeton, qoftë familje, qoftë në punë apo me këdo, domethënë me të cilët ke krijuar raporte, do i kuptosh edhe gabimet e tyre. Edhe ata janë njerëz. Para se shkosh te paragjykimet, para se shkosh te përçmimet, para se shkosh tek ngritja e vetvetes, mendo që ai gabon, për dhe ti gabon. Të gjithë ne, domethënë gabon. Kjo është çështja e agjërimit. Pra ne të përmirësohemi për të pasur një agjërim vërtet jo mekanik, por shpirtëror, që jemi të merituar dhe të pranuar tek Zoti. Kjo është ana e agjërimit, që të ruhemi nga ndalesat që na ndalon Zoti. Aspekti i Kuranit. Për fat keq, ne akoma nuk kemi kuptuar rëndësinë e Kuranit në jetën tonë. Akoma nuk kemi kuptuar konceptet kuranore, të cilat realisht Zoti na i dha. Transformoi njeriu në konceptet bazë. Janë aty 6200 e sa ajete, por i gjithë Kurani është përmbledhur në surën Fatiha. Të gjitha informacionet dhe konceptet hynore që Zoti donte t'ia jepte njeriu, i ka shpërndar në intervale kohore të ndryshme, në vende të posaçme, me njerëz të zgjedhur që ishin profetët, po t'i referohemi gjithmonë historisë, të gjitha ato bashkë janë përmbledhur në Kur'an. Dhe gjithë Kur'ani përmbledhet në surën Fatiha. Çfarë do të thotë, domethënë, që ne të kuptojmë Kur'anin me të gjitha dimensionet konceptuale që Zoti kërkon prej nesh ti mësojmë. Ne mos ta mësojmë Kur'anin për ta recituar në namaz. Mos ta mësojmë Kur'anin për ta përkthyer në veprimtari që lidhen me konkurse. Pra, një filan fëmijë mësoi Kur'anin, edhe ky tjetër dhe ky tjetri bëjmë disa konkurse, njëri fitoi 1000 euro, dikush 500 euro, dikush 300 euro, ky që mori vendin e tretë, del prindi dhe mburret, po fëmia im nuk fitoi çmimin e parë për 1-300 që e mori, dhe në fund fare lidh me interesin. I themi i fëmijëve, mëso sepse do fitosh parë, po kape atë domethënë vendin e parë, ke 1000 euro, pas Zoti mësoi pak më shpejt se mi keq për 1000 euro. Deri këtu ka arritur dhe ne kemi dëgjuar dhe kemi parë me syt tan, por nuk është Kurani ky. Kurani është ai që thot pejgamberi alayhi salam, el Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Kurani është argument për ty ose kundër teje. Kurani argument për mua, pra do dëshmoj për mua i gjithë leximi dhe studimi i Kuranit. Ose kundër meje në ditën e gjykimit, po, atëherë cili është Kurani që dëshmon për ne dhe cili është Kurani që dëshmon kundër nesh? Kurani që dëshmon për ne është Kurani sipas një koncepti dhe është koncepti më madhështor në Kur'anin famëlar që Zoti e lidh domethënë me besimtarët. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ky është edukimi final. Ky është një libër që ta kemi zbritur ty o Muhammed para se të vi tani se çfarë do bëjmë me Kur'anin. Është i bekuar, pra don të arrish bekimin e Kur'anit, arrije nëpërmjet 4 etapave. Cilat janë 4 etapat? Në ajet është përmendur meditimi dhe përkujtimi. Nuk arrin dot. Nga ana shkencore ke vënë re për shembull që një tekst shkencor nuk e kupton me një herë. Do ta rilexosh 2 herë, 3 herë, 5 herë, 10 herë derisa të arrish në konceptet e vërteta. E njëjta gjë me Kur'anin. Nëse nuk e bëjmë tradit në jetën tonë të përditshme, të lexojmë vazhdimisht dhe të kemi një plan program të qartë, çfarë do lloj rëndese ngarkese në punët e përditshme të kemi, ne nuk duhet na kaloj dita pa lexuar diçka nga Kurani. Dhe kjo jo vetëm në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit. Nëse kjo bëhet zakon me jetën tonë, duhet kalojmë pastaj në planin tjetër, që është meditimi. Atëherë, këtë ka thënë Zoti në Kur'an. Po që nga një dimension më shumë madhështor. Ka thënë edhe këtë, fillon mediton. Mediton në krijim, mediton në urdhëresat, mediton në porosi, mediton në histori, mediton në gjithçka që përmbledh Kurani. Në besimin që ke me njerëzit, raporte me Zotin dhe raportet që ke me njerëzit. Meditove. Vjen plani i tretë, që është pikë shumë kryesore. Nuk vlen meditimi nëse ne nuk përkujtohemi. Ç'është përkujtimi? Po, o Mustafa, vërtet ti lexove shumë bukur, arritet ti kuptosh ato që lexove, po ti ku je në ato urdhra hynor? Ti ku je në ato porosi hynore? Nëse arritëm deri këtu, kemi arritur në një stad shumë të lartë, por prapë nuk është e mjaftueshme. Po pse? S'kemi arritur kulmin e edukimit. Kulmi i edukimit është që me atë që lexuam vazhdimisht, me atë që arritëm të meditojmë në leximin tonë dhe të përkujtohemi në atë që medituam, atëherë kur është ajo ndërmarrja kryesore, vullneti yt dhe forca që do të gjesh për ta hedhur në veprim,
në jetën e përditshme dhe jo në formë individuale, por në frymë kolegjiale, në frymë bashkësie, në frymë, domethënë, shoqërore. Nëse arritëm deri këte, atëherë kemi plotësuar porositë hyjnore të Kuranit. Prandaj unë gjithmonë kam thënë, ky ajet kuranor është ajeti më madhështor që e bën njeriu të edukohet në formën më të mirë, me që kapet edukimin, në formën më të mirë dhe të kuptojë realitetin pse ka zbritur Kurani. Për ndryshe, ne do të mbetemi, që thënë shpar, do të mbetemi në klasë, ose jemi futur në klasën e parë dhe kemi qëndruar domethënë aty. Kur është Kurani argument kundër nesh? Kundër nesh, Kurani është argument në ditën e gjykimit kur ne vetëm e lexojmë atë, por nuk meditojmë. E lexojmë atë, por nuk përkujtohemi. E lexojmë atë dhe nuk veprojmë atë. Pra, problemi më kryesor sot nuk është thjesht se ne po lexojmë vazhdimisht, por nuk arrim të meditojmë. Po lexojmë vazhdimisht, por nuk po përkujtohemi. Shumica muslimanë nuk lexojnë fare Kur'an. E si do shkojmë në edukimin e duhur? Ne nuk, domethënë, sa faqe mund të lexoj jashtë Ramazanit, lëre Ramazanin. Sa faqe domethënë mund të lexoj? 2 faqe, 5 faqe, 10 faqe, por nuk lexojnë fare. Shqyr që kujtohen, thot populli, një herë për Ramazan, të hapin sa faqe. Një popull i cili nuk e lidh veprimtarinë e tij në jetën e përditshme me fjalën e Zotit, atëherë është duke jetuar pa identitet, është duke jetuar pa kaos, është duke jetuar pa konceptimin e vërtet mbi fjalën e Zotit, dhe themi atë që kemi thënë gjithmonë, nuk mund të kthehemi tek Zoti vetëm se nëpërmjet Zotit. Dhe nëpërmjet Zotit ne kthehemi nëpërmjet Kuranit. Edhe nëpërmjet Kuranit ne kuptojmë çfarë don Zoti prej nesh, po arritëm deri këtu, ka ngelur pastaj veprimtaria si do veprojmë. Fakti është dhe madhështore ky fakti që pra njerëz ne për shembull, e ke përshtypjen se thotë lexoj një libër në muaj, po ti jetë kulturë për shembull, i libër si Kurani për shembull ti është me çfarë populli ke të bësh domethënë. Konstituta e Republikës së Shqipërisë çdo vit nga një herë. Pikërisht për t'ishte çfarë kulture krijon njeriu në statistikat ta lexoj si duhet, jo kështu. Statistikat e tmerrshme 80% e shqiptarëve nuk kanë lexuar asnjë libër në një vit. Edhe atë 20 tjetër që lexojnë vetëm për përvimeve. Është pjesa studentëve që e mund shpak. 1% nuk e kap dot sa ajo përqindje e pagët, janë shumë pak ata që lexojnë, jo vetëm muslimanët, edhe të tjerët. Po shoqëria më së nuk është shoqërisë ne këtu jemi efektet negative janë për gjithë besimtarët dhe për jo besimtarët. E tha ne hoxhëm tha njëri, tha që të bukur, orën e tha e këndojmë Kur'anin, tha nuk e lexojmë. Po. Këndimi e ka fokusin në melodia, tha. Leximi është marrë vesh ato. E kemi ku po fliste hoxha, më kujtu në perëndim tregonte një nga hoxhallarët atje, morim tha një nga këto lexues të famshëm, domethënë që po të zërit. Po të zërit dhe po në botën islame shumë i njohur, i respektuar i njohur. Edhe tjetër mundum që të organizojmë vizita në disa xhamia, lexim Kurani, falje namazi, namaznatës ishte periudha e Ramazanit. Mirë, po duke qenë se xhamati kishin hallë probleme, ato jetojnë atje me një realitet gjatë gjithë kohës ta e pyesnin. Po duke menduar se ky është dietari më. Por gjithë ky lexues Kurani. Sa derisa u detyruam, aman thotë të thuj njerëzve që unë vetë thjesht lexoj Kur'anin. Subhanallahu. Unë s'kam lidhje me fikun. I koshi shive mund du ta nic ta jesh. Ai mirë që e ka një vendin e vet. Po, jo, kurse një pasazh shive. Edhe ajo shpesë si. Po sa qenë zgjuda. Po merrte pozicione dhe fillon edhe. Po sa marrë pozicionin rregull fare. Edhe ishim bërin shumë përshtypje kur tha nuk ke pse të lodhe shumë, hoxha. Çfarë të bëj Ramazan? Agjërim lexim Kur'anin. Po shive subhanallahu. 2 procese edukative të fortë. Qëndrohet këto dyja, do vinë gjithë tjerat. I madhi Zot e ka lesuar shumë. Ka shumë ajete kuranore që përfundojnë inna Allahe yuhib. Pra Zoti dëshiron. Ti shënoj gjithë ato që i don Zoti. Çfarë don Zoti vërtet? Inna Allahe la yuhib. Shënoj ato që Zoti nuk i don. Po të marrësh këto kur dalësh pas Ramazanit u arrit edhe devotshmëria për cilën arrin njeriu një nivel. Tamam shkollë, tamam formim. Me thënë drejtën, gjithmonë kur kalojmë pa dashme qenë edhe shumë kritik nga kjo pjesë, por në këtë kaos, Sheikh Mustafa, po ta shikosh në këtë kaos të madh, se njeriu është edhe i vetëm përballë i kaosit që sulmohet për ditë, vetëm një gjë statike që mund të gjej, të lidhet, është ripërsëritja e adhurimeve. Mund të gjesh një gjë që kapësh në mënyrë statike se i pjesë ndoshta nuk e kupton edhe këtë idenë edhe pse është dhe e nevojshme të kapëm dhe pas rregullit. Ase nga i herë mund thotë mirë, mos se kuptoj rregullin më burr. E rëndësishme është të maju një herë. Pastaj dal nga dal, duke u majtë rregullit ti, fillo dhe kërko kuptimet se mënyrë se s'merr sens, ai të bëhet i losën, bëhet i bezdishëm, pastaj duket vetja çka kjo të më majtë rregullit. Por nuk mund të ketë edhe sens.
që Kurani, pa ta thënë jemi vend, Kuranit na vleje, tha hoxha më thon drejtën, tha, a disim vend gjumë, tha me sekonda. Tha i ta vën Kurani, vend gjumë, po mirë thash kur zgjohesh, a mos kena punë më, tha, vetëm për flet akom. Akom do. Se pra. Ka ke parasysh pra. Po, tha, me mbun gjumë, tha, ti e kam, më thon drejtë. Ka dallim. Historia e pranimit islamit atij Roxhe Garotit me këtë është. Ai nuk e dinte fare se çfarë është Kurani. Më vetëm thjesht kisha atë Hasanin, atë Xhaxhain, atë plakun emigrant nga Turqia, Maroku në ka kishte qenë. Ai kishte një libër tha interesant aty, tha ke dyqani, tha që unë sa herë tha isha i stresuar, fëmijë, ke pra. Lexoj atë. I shkoj ai thosha ma lexojnë faqe. Ma lexonte tha, ma histe tha mërzin tha. Edhe hikje. Pa kjo është zona filla e tij domethënë. Nëse puna saj nuk ka dallim kjo nga personi i cili e man Kuranin, kur vinin dikur se tash i vinë më pak, vinin dikur në për xhami e keni pa dhe vet. O më jep një Kur'an, por për çfarë don? E du ta lejë makina për fat. Apo ta lejë të zyra, ose ta lejë të shtëpia. Ndoshta se ka lexuar asnjëherë. Pra nuk din rëndësinë e Kuranit dhe po rrjedhoj njerëzit nëse nuk ka një platformë të qartë veprimi dhe raporti me fjalën e Zotit, sado që domethënë pretendojmë se jemi besimtar, ne jetojmë një jetë larg Zotit. Për shembull, po të bëjmë po t'japim një shembull konkret. Ne jetojmë në një jetë laike. Deshëm apo s'deshëm. E si mundet ne të fetarizojmë jetën tonë brenda një strukture dhe sistemi laik? Pritë, kjo është një sfidë më vete. Ka vetëm një formë. Forma është që ne të njohim fen ton, të njohim hapësira dhe mundësitë tona dhe të organizohemi me njëri tjetrin. Dhe nuk mundemi dot gjithë këtë ta bëjmë pa konceptin kuranor. Kurani është i cili na orienton, Kurani është udhërfyesi ynë dhe Kurani është i cili na tregon se si duhet ta konceptojmë në formën më të mirë të gjitha domethënë porositë hyjnore të Zotit fuqiplot në Kur'an. Përndryshe, ne do të jetojmë një jetë laike brenda fetarizmit ton. Cila është ajo jetë? Do ta kthejmë Kur'anin thjesht në formë artistike. Do shkoj te ajo xhamia, sepse kjo xhamia imami ka ftuar hafizin që ka zërin më të mirë. Në rregull, u kënaqe. Mirë, po është një kënaqësi që lidhet më tepër me dëgjimin. Është emocionale, më shumë se sa dhe nuk lidhet me shpirtin tënd. Në momentin që unë dola nga xhamia dhe kur më pyetën pasaj ku ishe në xhami dhe sot dëgjova zërin e një imami shumë fantastik, edhe madje dhe ndikoi tek mua, fal, ti bëj dallimin tash. Ndikoi tek ty sepse u kënaqe nga zëri i bukur, nga ana emocionale që përmende, apo u bëra më i mirë. Në momentin që u bëre më i mirë, aty fillon aty kanë ndikuar realisht. Aty kanë ndikuar. Do kjo të ka lënë një hapësirë imagjinare që mund ndikojë çdo lloj ngjarje. Apo sa kjo është ideja pra edukimit që të vit na lej gjurmë dhe të na prodhoj një për një reagim, një farë forme që ti ma qytetar njeriu. Diku kam gjetë ke Gazaliu. Tani unë e kam vërtetuar në atimi që është ati, që i kanë thënë që imam se ta mësojmë fen. Mësoni ai sa keni ndërmend ta veni një jetë, ka thënë. Ke parasysh se nga njëherë më rezulton ose i mësava që është një zgjerim informacioni, po zbresim kështu në kalibrat me lëvizat të gurin nga rruga. I dim të gjitha, po me lëvizat e gurin nga rruga. Domethënë habitesh, pa gjithë themi la ilaha illallah. Lëvizja asgjë, domethënë efekti që t'jep kjo fjala la ilaha illallah, se ndoshta është kjo bar, ne fillojmë ku dëgjoj, ndoshta më duket më kështu, do të më fillu nga kjo e vogla që shkem ka e madhe. Jo thjesht mos fillojmë nga guri. Ne jetojmë në revolucion e informacionit, por ka një problem tjetër. Sa më shumë informacion kemi, aq më të paditur jemi. Sepse në momentin që nuk e klasifikojmë dot informacionit, nuk e ndajmë dot cila është më rëndësishme, nuk e ndajmë dot cilat janë të domosdoshme. Pra, kur shkon një student për mjeksi, nuk fillon kirurgjinë ai përpara se të marrë bazat, përpara se të marrë anatominë, përpara se të zbërthej njeriu një si qenie biologjike, ta zbërthej, pastaj do shkojë në hapet. Ashtu është dhe feja, ashtu është dhe edukimi, ashtu është gjithçka. Ky bumi i madh i informacioneve, nga jetë ne vazhdojmë, lexova këtë, lexova këtë. Mund të lexoj shumë hadithe që nuk i kuptoj, shumë hadithe që ndoshta nuk lidhen me realitetin ku je, shumë hadithe të cilat ti mendon si kuptove por nuk i ke kuptuar, ose hadithe të abroguara, hadithe të fshira, hadithe që nuk ekzistojnë më. Pra janë thënë për një kohë, për një realitet saktuar dhe nuk lidhen më me jurisdiksionin e sotëm. Dhe në fund fare ti mendon se ke informacion. Ora ti ke informacion të përgjithshëm, po ti nuk e klasifikon dot, ti nuk e ndan dot, ti nuk e përpjeston dot në praktik, ti nuk arrin, në momentin që se klasifikon dot, nuk arrin dot në konceptet e atij informacioni dhe po rrjedhoj ne jemi të ditur në mesin e informacionit.
Sheh Mustafa, shumë faleminderit, unë po e mbyll për sot. Faleminderit dhe ju. Kështu që ishte shumë kënaqësi që ishe me ne. Zoti nderoft. Zoti shpërbleft. Amin. Zoti Gjithë ka bashkë. Shumë faleminderit, Bahar, Zoti shpërbleft, faleminderit. Atëherë, nderuar motra dhe vëllezër, ne po e ndalojmë këtë pjesë për sot, duke shpresuar që të jenë ngacmuar disa ideja, nuk është puna që po zgjedhim thjesht një pozicion kritik, po më shumë për të ngacmuar disa ide. Ramazani më të vërtet lej gjurmë. Stjemi ka ajo që tha dhe Hoxh Mustafa që ka ndikuar ke unë emocionalisht dhe nesër nuk lën as i gjurmë, po të lej gjurmë për kthehet një jetë dhe lu Zotin që të jetë i tillë ky muaj. Atëherë deri në takimin tjetër, rishihemi sërish. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.